Luizi, fenomeni që theu skemat, Luiz Eli nuk hyri në Big Brother Albania si favorit. Ai hyri si një figurë e njohur, por jo dominuese. Megjithatë, shumë shpejt, ai u shndërrua në një fenomen shoqëror. Luizi ishte i drejt për drejt, emocional, herë fëmijëror e herë dramatik, por mbi të gjitha, i vërtet në sytë e publikut. Ai nuk luante për të dukur i zgjuar, ai luante për të mbijetuar emocionalisht brenda një shtëpie që shpesh e vinte në provë. Forca e Luizit nuk ishte strategjia klasike, por aftësia për të krijuar lidhje emocionale me publikun. Ai u bëzëri atyre që ndihen të keq kuptuar, të përqeshur, por që nuk dorëzohen. Dhe pikërisht këtu fillon edhe përplasja e tij me Oltën. Olta, intuita, inteligjenca dhe rivaliteti, Olta Gjixhari hyri në Big Brother Albania si një grua e fortë, e artikuluar dhe me një vetdije të lartë për lojën. Ajo e kuptonte Big Brotherin si strategji, si skemë psikologjike, si duel mendjesh. Në këtë kuptim, Luizi ishte antiteza e saj, emocional, spontan, i paparashikueshëm. Rivaliteti mes Oltës dhe Luizit nuk ishte thjesht konflikt personal. Ishte përplasje filozofish loje. Olta e shite Luizit si manipulues emocional, si dikë që fitonte simpati përmes viktimizimin. Luizi, nga ana tjetër, e shite Oltën si të ftohtë, kalkuluese dhe shpesh cinike. Një nga momentet më të përfolura ishte kur Olta i thoshte Luizit, puthe Kiarën. Kjo frazë, në duke ironike, mbante brenda saj disa nivele kuptimi, provokim, sfidë, por edhe një lloj përpjekjeje për ta demaskuar lojën e Luizit përpara publikut. Kiara, heshtja që foli më fort se fjalët. Në mes të këtij tensioni qëndronte Kiara. Një figurë e butë, e përmbajtur, shpesh e lexuar gabimisht si pasive. Kiara nuk ishte lojtare e zhurmshme, por ishte qendra emocionale e një prej rrëfimeve më të forta të atij sezoni. Fakti që Kiara nuk donte të puthej në ato momente, pavarësisht nxitjes së Oltës apo pritshmërive të publikut, është thelbësor për ta kuptuar këtë histori. Ajo vendosi kufi. Dhe në një format ku kufit shpesh shkelen për spektakël. Kjo ishte një formë rezistence. Kiara nuk ishte thjesht vajza e Luizit. Ajo ishte një individ që po përpiqej të ruante dinjitetin dhe kontrollin mbi veten, ndërkohë që ishte e rrethuar nga narrativa që të tjerët donin t'i impononin. Puthe, një frazë, shumë interpretime. Kur Olta i thoshte Luizit puthe Kiarën, kjo nuk ishte vetëm ironi. Ishte një mënyrë për ta vënë në siklet, për ta nxjerrë në pah kontradiktën mes ndjenjave dhe lojës. Por kjo frazë u kthye edhe në një pasqyrë për vetë Oltën. Publiku e ndau këtë moment në dy kampe, ata që e pan Oltën si të zgjuar, që po i hiqte maskën Luizit, ata që e pan si ndërhyrje të panevojshme në një marrëdhënie personale. E vërteta, si gjithmonë, qëndron diku në mes. Olta ishte lojtare e fortë, por ndonjëherë inteligjenca e saj u perceptua si arrogancë. Dhe në Big Brother, perceptimi është gjithçka, nga banore në opinioniste. Olta sot, Olta është opinioniste në Big Brother Kosova. Roli i saj ka ndryshuar, por stili i saj jo plotësisht. Ajo vazhdon të analizojë, të provokojë, të sfidojë banorët. Por publiku nuk e sheh Oltën në vakum. Ajo shihet përmes memorisë së Big Brother Albania, përmes rivalitetit me Luizit dhe momenteve me Kiarën. Kur Olta flet sot për marrëdhënie, për lojë, për sinqeritet, shumë shikues e krahasojnë me atë që ajo vetë bëri dikur. Kjo është bara e opinionistit që ka qenë vetë lojtar. Fjala e tij peshohet dy fish, Luizi dhe Kiara jashtë shtëpisë. Legitimiteti i ndjenjës, koha tregoi se marrëdhënia e Luizit dhe Kiarës nuk ishte vetëm për kamera. Ajo mbijetoi jashtë shtëpisë, duke i dhënë një lloj legitimiteti emocional gjithë asaj që ndodhi brenda. Kjo e forcoi figurën e Luizit si njëri që nuk luajti me ndjenjat, dhe të Kiarës si grua që zgjodhi me kujdes. Në këtë dritë, momentet e puthe marrin një kuptim tjetër, jo si manipulim, por si presion i panevojshëm mbi një ndjenjë që kishte nevojë për kohë, përfundim. Tre role, tre të vërteta, Luizi, Olta dhe Kiara nuk janë heronj apo antagonist absolut. Ata janë tre njerëz të vendosur në një eksperiment ekstrem. Luizi fitoi zemrat. Olta fitoi respektin e një pjese të publikut për inteligjencën e saj. Kiara fitoi diçka më të rrallë, të drejtën për të mos u shpjeguar gjithmonë, dhe ndoshta ky është mësimi më i madh i kësaj historie. Në Big Brother, jo gjithmonë fiton ai që flet më fort, por ai që mbetet i vërtet me veten, qoftë përmes fjalës, qoftë përmes heshtjes.